Dhe jeni njohës i drejtësisë në aspektin institucional, në aspektin legjislativ. A ka përputhshmëri aspekti legjislativ me atë që është drejtësia si kund hynor? Nuk mund të themi që janë në shoqërinë tonë këto dy gjëra janë të ndara, që nuk ka një lidhje midis tyre, ekziston një lidhje shumë e ngushtë. Sepse vetë drejtësia është produkti të ndërgjegjshëm së njeriu, të natyrorës së tij, të domosdoshmërisë së tij. Dhe normalisht edhe drejtësia hynore ose drejtësia të cilën neve na ka porositur veti Madhi Zot është një drejtësi e cila përputhet plotësisht me atë çfarë neve jemi në të vërtetë. Dhe normalisht vetë legjislatori në disa raste mund të jetë një sovran, një mbret, në disa raste është parlamenti, po ka dhe mënyra të tjera të prodhimit të normave. Madje edhe bashkitë sot prodhojnë norma që rregullojnë marrëdhënien në shoqëri. Janë norma, janë edhe ligje të cilat realisht përputhen me vullnetin e brendshëm të vetë njeriu dhe me atë që realisht ai dëshiron si qenie, si krijim hynor. Kështu që nuk mundet do të themi që ka një diçka. Është e qartë.